Postieri dashnis është botimi më i fundit i shkrimtarit shkodran Elhajt Cufi, që u promovua në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov. Ky është një libër me poezi, shprehje dhe tregime, që në thelbi dedikohet dashurisë, thot autori. Në këtë libër kam trajtuar udhëtimin brenda vetes, nga dashnia në dashni, që ky libër përfshin dashnin në të gjitha dimensionet e saj, duke vazhduar nga dashnia për dikë, nga dashnia për vllajën, për familjen, për prindërit, për një shok, është një dashni universale që i prek të gjitha temat. Dashninë e kam përkufizuar si një shpëtim nga trishtimet, nga mërzit, nga ato ndjenjat e pa dëshirueshme që ka njeriu. E kam trajtuar si një urë lidhëse me lumturinë. Nëpërmjet postierit të dashnisë, paraqitet brendësia e autorit, ndjenjat e sjella në vargje dhe mesazhe të fuqishme nëpërmjet thënieve dhe shkrimeve. Libri ka poezi, tregime, shprehje, domethënë epigrame, poezi të shkurtra me 3-4 rreshta, edhe ka dhe novela, është mes romanit, tregimeve, poezive, domethënë i ka të gjitha, por nuk e ka asnjënën fiks. Kjo është botimi jemi 4, edhe veprat tjera janë pritur mirë, si në Shqipëri, si në Kosovë, si në Maqedoni, edhe prandaj edhe ndjeja si bërë shpirtënor për lexuesit në Maqedoni që të vija për të bërë promovimin në Tetov. Aktualisht po mendoj se çfarë do shkruaj, nuk po shkruaj diçka të re. Thjesht po përgatitem mendërisht dhe psikologjikisht të bëj një diçka tjetër, por se çfarë do jetë, mbetet për to pa. Programi i përfshiu fjalë përshëndetëse, vlerësime nga panelistët, prezantim nga autori dhe një sesion bashkëbisedimi me publikun. Në fund të pranishmit patën mundësi të marrin librin me dedikim personal nga autori. Krahas postierit dashnis, Elhajt Cufi ka botuar edhe I varfën me zemër të pasun, pasqyrë dhe femnës.